Nëse do të thoshe që ekziston një shtet që ka luftuar kundër alienëve, ju do ta besonit? Nuk është Amerika, por është vendi i parë në botë, shteti i parë në botë që ka luftuar kundër alienëve, të dokumentuara. Le t'i marrim këto si fantazi, por le të kërkojmë, sepse ja vlen për ta diskutuar. Kush është rastësisht si gjithmonë dhe nuk e ka bërende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi bashkë. Ishte viti 1966 dhe në Brazil ndodhën disa fakte të çuditshme, por kryesisht në vendin e Amazonës. Dhe shërbimet sekrete filluan që të kërkonin se çfarë po ndodhte, sepse herëherë zhdukeshin njerëz dhe nuk e kuptonin se si zhdukeshin. Në fakt, me kalimin e kohës dërguan edhe trupa sekret për të kuptuar. Mirëpo, lufta e vërtet filloi në vitin 1977, e quajtur lufta de Prado, ose më mirë i Chupa Chupa, kështu i quanin, sepse sipas tyre thithnin gjakun e njerëzve. Po, dëgjuat mirë. Pra janë 22.000 flet dokumentash, 22.000 dokumenta që i kanë nxjerrë tani shteti, pra shërbimet sekrete braziliane, që tregojnë për këto përplasje ose këto përleshje që janë bërë me alienët. Po pse aty? Dhe pse kaq hapur? Sepse nuk ndodhi një ditë, nuk ndodhi një vit, por deri në vitin 1996. Po, bile në vitin 1996 ndodhi një fakt i çuditshëm, i quajtur përleshja në Varginha, kështu quhet, përleshja në Varginha, sepse mbaj mend Virginia, nuk është Virginia, po është Varginha. Dhe në Varginha ndodhi një fakt i çuditshëm, kanë bërë edhe një muze për këtë, por askush nuk flet. Pra flasin vetëm ata të zonës, sepse edhe muzeu që është bërë tamam si një UFO i madh. Shikojeni, në Varginha është një muze i madh i bërë pikërisht për këtë fakt këtu. Pra, për përleshjet që janë bërë që nga viti 1977 deri në vitin 1997. Dhe ajo që do ju tregoj tani është akoma më absurde. Atëre, ka me mira, e përsëris edhe një herë, me mira dëshmimtar, jo një, me mira dëshmimtar është vendi cilësohet si vendi i parë në botë, pra shteti i parë në botë që ka patur përplasje kaq të shumta dhe kaq të shpeshta që është Brazili. Nuk ekziston as Amerika, as Rusia, as një vend tjetër. Është vendi i parë në botë. Po e them këtë sepse jam mjaft i informuar për sa i përket ufologjisë dhe do t'ju them për këtë. Atëherë kishim disa informacione më përpara, ishin të pasakta informacionet e përparshme, por tani kanë dalë dokumentat, i gjeni dhe online këto dokumenta, sepse siç ja kam thënë më përpara, në vitin 2019 u hapën dosjet. Që është e vërteta në vitin 2012 u hapën, por u vendos në vitin 2012, por dalë u hapën dosjet. Dhe tani janë të detyruar që të flasin. Dhe do t'ju them se çfarë ndodhi në atë periudhë, përveç kësaj. Ishte një tip i quajtur Eugenio dhe Oriana, një çift, dy kontadinë, si të quhet, dy fshatar. Këta dy fshatarët që nga vitet 60-70 u vidhin Bagtit, dhe nuk e kuptoni se si i vidhin Bagtit. Dhe Bagtit nuk ishte as gjurmë, se ju e dini shumë mirë që ata të Amazonës, të populli i Amazonës aty është mjaft i përgatitur, pra nuk janë rritur në natyrë, dhe është për ata është e thjeshtë që të gjejnë gjurmë ose të dinë që ose ka vjedhur dikush. E çuditshmja e kësaj historie ishte që nuk gjenin asnjë lloj gjurme kur vidhin lopët, vidhin viçat apo delet apo ku ta diun. Dhe çfarë bëri ky zotëria? Filloi që të ruante natën dhe shkoi dhe flinte në pemë. Eugeni bënte disa kasole në pemë, në majtë pemës ose në mes pemës, dhe që të shikonte se kush i vidhte lopët. Kaloi një javë, kaloi një muaj, kalohen disa muaj, nuk kuptonte asgjë. Një mbrëmje, rastësisht pa një dritë të fortë. Mua aty ku ishin Bagtit. Drita e fortë dhe asgjë tjetër, nuk pa gjë tjetër. Dhe kur shkoi ditën tjetër, pa që Bagtit mungonin. Dhe aty kuptoi që kishte diçka të çuditshme, sepse drita erdhi nga sipër. Dhe ai mendoi që ndonjë
helikopter ose ndonjë gjë nuk e mendonte kurrë se çfarë mund të ishte, mund ta ketë vjedhur Bagtin, pra Viçin që ai mendonte. Dhe filloi të qëndronte akoma kështu. Mirë po ndodhi gjëma. Sepse pas disa kohësh, mos gaboj pas 3-4 viteve o 5 viteve, i vodhën vajzën. Po, është ngjarje e vërtetë. Dhe Oriana, që ishte e shoqja e Enricos, Enrico, nuk e mbaj mend emrin mirë, nejse po pak rëndësi ka, por që kur shkoi që të kërkonte, qanin natë dhe ditë, sepse menduan se kishit vjedhur dikush, kishin ardhur nga vendet e tjera, dhe kërkoi dhe nga mafiozët, se mos i kishin, në fakt, u informua tek ata që është e vërteta, sepse mafiozët i treguan që ka po ndodh një fakt i çuditshëm edhe në fiset tona. Mafiozët e keni parasysh ata që vendosin për fiset rreth e rreth. Dhe ka ndodhur edhe tek vendet tona, e thanë. Dhe ashtu u informua dhe ai dhe kuptoi që kishin marrë vajzën dikush tjetër. Kur u hasën me policin, janë të dokumentuara këto, kur hasën me policin, me shërbime sekrete, policia tha që nuk ishte rasti i parë, por ishin mbi 11.000 ca, më falni, 11.300 raste. 11.300 raste, me fjalë që kur ata fillonin që të numëronin njerëzit që ishin zhdukur. Tani, një pjesë prej tyre nuk ishin zhdukur nga kjo, por ata thoshin që kush është zhdukur, kjo është lista e zhdukive të njerëzve. Mirë po shumë prej tyre mendohet që i kanë mbjedhur alienët. Tani çfarë ndodhi? Në vitin 1999, sipas gjasave, sepse u tërbuan fshatarët e zonës, të gjitha zonave, dhe u ngritën në këmbë dhe kërkonin se çfarë mund të bënin. E dini se çfarë bënin? Atëre, ata filluan që të mbulonin kokën me flet alumini. Keni parasysh ato që kanë bërë dhe njerë për një video për ju, me një flet alumini, dhe me atë fletën e aluminit shikonin se mos kishte ndodhi çudia, sepse fleta e aluminit nuk ndikon, me fjalë hipnoza ose çdo energji ose impuls nga jashtë. Kështu që nuk mundesh që të hipnotizosh njeriu nëse ai ka fletën e aluminit, është komplet i bllokuar. Pra është metal, si mund të perceptosh, nuk mund të perceptosh mendimin. Dhe kështu që alienët ata i shikonin. Dhe çfarë bën? Luftuan kundër alienëve. Dhe sipas gjasave kanë kapur 4 alien. Sipas dokumentave, 22.000 dokumenta, muzeu që është hapur në këtë Vargihina, dhe dëshmitarët, mira dëshmitarë që tregojnë pikërisht për këtë. Doja t'ja u tregoja sepse shumë njerëz mendojnë që Amerika bën shumë publicitet për sa i përket ufologjisë, sepse flet shumë për këtë argument. Pra, kanë dëshirë që të mësojnë dhe flasin shumë për këtë argument. Në anasjelltas, shumë shtete tjera mundohen që mos i tregojnë, nuk e dim pse. Megjithatë, dua që t'ju informoj që ky është një argument tepër i zjarrt në ufologji, mirë po kohët e fundit që kanë dalë këto dokumenta është bërë akoma më i rëndësishëm. Dhe siç ju thash, cilësohet si vendi me fjalë shteti numër 1 i pari në botë që ka patur më shumë raste të tilla, qoftë të kapjes së alienëve, siç thuhet, qoftë edhe të përplasjeve me alienët, por qoftë edhe të këtyre ufove që shkonin aty dhe merrnin dhe përlesheshin me njerëzit. Siç ju thash, ata kaloi një kohë gjatë deri në vitin 2000 mos gaboj, sepse pastaj u rralluan pas vitit 1994, por nuk dihet se si. Megjithatë tregohet që shteti amerikan, njëkohësisht edhe që ndikoi në shtetin brazilian, ranë dakord me këta tipat, këta grit, sepse kështu quhen. Me fjalë këta që shkuan, që kishin këtë përplasje me njerëzit. Pra, këta alienët gri nuk shkuan më sepse ranë dakord me shtetin, të paktën kështu thuhet. Megjithatë, ju e kishit dëgjuar ndonjëherë, dhe tjetra është si ishte mundur që pikërisht në Brazil, pra pse Brazili, çfarë dhe pse qëllonin ata indigjenët e Amazonës, sepse shkonin aty dhe i qëllonin me drita, i vrisnin. Është e vërtet kjo? Me fjalë, kjo tregohet edhe nga vendasit, ka mbetur akoma në Gojdhana. Dhe
pyetja është pse tjetra, pse nuk janë shfaqur në Shqipëri, apo ndoshta janë shfaqur dhe ne nuk e dim. Megjithatë pres komentet tuaja dhe natën e mirë.